ka kanë kalu ata për në lobisht, është jetu nga forcat serbe dhe është rrethu komplet fshati. Me Kadri Veselin na kemi përcjell edhe së bashku me Hashim Thoqin, me 9 nëntor, po kaloj me 9 nëntor, ne një ndihmës shumë të madhe na ka dhënë, kemi pas telefon satelitor, me të cilin komunikonim me shtabin e përgjithshëm në atë kohë, edhe me Xheladin Gashin Plakun, i cili ka qenë në Shqipëri. Kur niseshin grupet na kontaktonin me të dhe i merrshmi koordinatat edhe frekuencat e radiolidhjeve, radiomarsëve dhe kontaktonin me ata grupet kur inin. Me 9 nëntor ka na tregoi Plaku që do t'in disa e të UÇK-s, me emra nuk i dinim fillim, masa ne e kuptuam që është Bislim Zorapi, Kadri Veseli, Sali Veseli, Vexhi Alili, Hamza Morina, Galani dhe Bardha nga Peja ka qenë me Sadi, rreth 20-22 veta kanë qenë përfërsisht. Ata kanë ardhur deri në fshatin Lubisht. Përcjellësi i tyre ka qenë Vajtukaj, tani dëshmor. Kanë ardhur deri në Lubisht, mirë Vajti ka kalu prej Lubizhës, më ardhmë na informuar neve dhe është bërë pak vonë. Për një moment është hetu, se ka kanë kalu ata për në Lubisht, është hetu nga forcat serbe dhe është rrethu komplet fshati. Kur kemi tentuar me shku me i marr, ta nuk kemi mujt me i marr. Jemi kthy, kemi marr telefonin satelitor, kemi komunikuar me ta mbrenda me Bislim Zorapin. Edhe në atë kohë ata me ndihmën edhe të disa bashkëftarëve tanë që kanë qenë nga Lubisht Dahasit, Bislim Muçaj dhe Isuf Kajdomçaj janë tërheq nga fshati, kanë dalë mbi Lubisht, derisa fshati gjithë banorët i kanë qitë në qendër të fshatit forcat serbe, duke i maltretuar, duke kërcënuar për ku janë grupet sen. Na në bashkëpunim me ta, në komunikim me ta, i kemi tërheq nga fshati Gjona i Hasit, diku nga pjesa tjetër, dhe kemi arrit që mi tërheq pa pas asnjë problem, asnjë tron, asnjë vrasje. Me Kadri Veselin na kemi përcjell edhe së bashku me Hashim Thoqin, në një rast tjetër. Atë natë kemi qenë ata vetë kanë kërkuar me insistimin e Hashim Thoqit, ne boni natë në Krysh të Madhe, kemi qenë familjen Dellova, kanë qenë disa pjesëtar të shtrishtimit të Kosovës, Haxhi Dellova gjithsesi, edhe një aktivist ka qenë Kadri Dellova, tani profesor i ndier. Edhe kanë kërkuar që na atë natë me bën një natë në Krysh të Madhe, në fshatin e Ushin Hotit. Edhe aty ka qenë Kadri Veseli, në atë kohë thjesht Luli e kemi thirr. Mirë po kanë qenë edhe të tjerë. Nga aty i kemi përcjell për në Romaj, përse me të vërtet ka qenë kufinje shumë i hekurt, mirë po kanë kalu. Me përcjellën Nexhbedin Berisha nga Rrugova Hasit, ka qenë një ndar ata që ka kalu shumë herë kufinjen dhe i shtabit 1000 apo gjithsesi i brigadës 126, që është ndërthemeluesi i asaj brigade. Ai ka përcjell ta dhe Vajtukaj edhe të tjerë. Kjo normal që na kemi pas edhe një uri, me informuar dhe për përcjelljen, po mendoj edhe përcjelljen e bartën e armatimit, gjitha këto kemi ditë, jemi kanë vetëdijshëm edhe ne. Ne si në fshat në fillim na kanë ndihmuar fshatarët, na kanë dhënë kamionet e vet, por më pas na janë dhuru 2 kamion nga disa persona, gjithsesi kemi një rast Homs Kabashin nga fshati Zaçisht. Na bën kamionin rreth vlera ka qenë 30.000 franka në atë kohë dhe na ka dhënë. Mirë po, në fshat aty dhe një sintoni kohë ka qëndru dhe Hysni Syla, doja i vogël, i cili ka pas në atë kohë ka ardhur nga Amerika. Njëri nga ata që ka prunë snajperkat ato 12.7 apo 12.5. Edhe na kanë ndihmuar shumë. Ai ka qenë njëri ndër promotorët e ushtrisë të Kosovës në atë kohë për furnizimin me armatim. Ai me insistimin e tij edhe nga shtapi i përgjithshëm na janë blerë 2 kamion. Kemi blerë 2 makina të vogla. Përpos që kemi pas 2-3 tjerë, edhe të fshatit, gjithsesi kemi qenë shumë të organizuar kështu në tasi. Mirë, por nuk kemi mujt na pa ndihmën edhe si njësi, pa ndihmën edhe të ish aktivistëve tanë që kanë qenë perëndim të Landovisës. Kisha mi cek disa me ata që kanë mbjellë mjete për më na suportu, më na ndihmu. Batjar Kalimashi, Fadil Berisha ka qenë, Skender Morina, Ismail Thaçi, Jahir Gashi, Sherif Gashi, edhe disa tjerë, por normal ta janë marrë. Rreth 2 herë na kanë pru shumë të mëdha të parave, me ato na kemi mbjetu.
Mirë po edhe në shtabin kur kemi pas në Landovic, ka qenë një grua apo në Lokja Meradije Berisha, e cila ka qenë shumë burnesh, që nga fillimi i luftës deri me 26 mars, dhe sa është djega ajo pjesë aty, aja ka qenë së bashku me neve, mbi 20 plagosur janë shëruar në Landovic, që kemi pas aty, ajo me gjithë dy nuset e veta, edhe familjar tjerë tanë nëse të fshatit. Nuk ka qenë e pamundur, ka qenë me 70 ushtarë, 100 ushtarë natë në Landovic për me kalu për kufinin pjesën tjetër.